Përshëndetje të gjithëve ju që jeni në kanalin ton YouTube. Vera mbaroi edhe për ne që kështu vazhdojmë dhe fillojmë të jemi aktiv në YouTube me informacione mbi shëndetin mendor. Këto janë video të plota ku ne shpjegojmë tema të ndryshme, si për shembull sot do flasim pse pa psikoterapi ankthi nuk kalon. Tani, personat që vuajnë me ankth, besoj unë duhet ta shikojnë patjetër këtë video dhe nëse ti njeh dikë që vuan me ankth, atëherë dërgoja dhe bëj share. Do flasim mbi strategji të ndryshme që ndihmojnë kundra ankthit, duke qenë se tashmë për disa persona është një çrregullim i vazhdueshëm kronik dhe shpesh herë shikojmë pacientë të cilët duket sikur nuk kanë më shpresë të shërohen, por ku çalon çështja dhe pse nuk shërohen? Madje kemi dhe pacientë të cilët marrin ilaçe prej vitesh dhe presin që nga këto ilaçe sot ose nesër ky çrregullim të kalojë, por nuk ndodh kështu. Dhe jo rrallë herë, fatkeqësisht ndodh që të shfaqen dhe simptoma depresive. Okej? Atëherë, këtu kemi një imazh të lezetshëm, një person që ka mendime negative, do të sqarojmë në këtë video dhe se çfarë është ankthi, simptomat e ankthit kryesisht dhe pse psikoterapia është thelbësore. Kush e bën psikoterapinë mbi të gjitha? Atëherë unë jam doktoresh Denisa Hoxha, për ju që nuk më njihni, mjeke që punoj në Gjermani prej tashmë 7 vitesh në fushën e psikiatrisë dhe psikoterapisë. Dhe hy në kategorinë e atyre mjekëve që trajtojnë pacient me smundje dhe çrregullime psikiatrike, ku nuk besoj që ilaçet janë e vetmja zgjidhje. Madje, shikoni, unë punoj në një repart akut psikiatrik. Pra, në një repart ku kemi pacientë të cilët vuajnë me smundje të rënda psikiatrike, siç është skicofrenia, dhe në atë rast është psikoterapia e domosdoshme, ose më saktë psikoedukimi. E jo mo tek pacientë që vuajnë me ankth. Tani, kursi i sotëm që po bëjmë përqendrohet kryesisht tek ankthi. Nuk do flasim për çrregullime të tjera, por psikoterapia përdoret gjerësisht në të gjitha çrregullimet emocionale, siç është depresioni, siç janë traumat, siç është gjendja e ankthit, çrregullimet e personalitetit, etj. Pra përdoret gjerësisht, por sot do përqendrohemi kryesisht tek ankthi. Dakord? Po mirë. Çfarë është psikoterapia? Do e zvogloj pak imazhin tim që dhe ju të lexoni dhe të qëndroni të përqendruar në tekstin që kemi shkruar. Atëherë, është një proces i udhëhequr nga një profesionist i shëndetit mendor, ku personi mëson të kuptojë dhe të përballojë mendimet, emocionet dhe sjelljet që i shkaktojnë vështirësi. Pra, ne po flasim për mendime, emocione dhe sjellje. Kemi 3 faktorë të cilat duam, nuk duam, ndikohen ndjeshëm nga ankthi. Këtë gjë do të sqarojmë në detaj pak më vonë. Por shikoni se si funksionon. Prapë do të zgjidhoj imazhin tim. Ju shkoni tek psikoterapisti, i cili mund të jetë një psikolog ose ndoshta edhe një psikiatër, psikoterapist. Si rregull, psikiatri është psikoterapist, përgjatë specializimit të tij bën edhe kurset e psikoterapisë, por jo gjithmonë kanë mjaftueshëm kohë që të ndjekin një pacient dhe ja këshillojnë një psikologu. Bashkëpunimi psikiatër, psikolog është thelbësor në fakt dhe nuk është një sfidë mes dy profesioneve, por duhet jetë një bashkëpunim në të mirën e pacientit. Kjo është ajo që ndodh në Europë. Për shembull, një pacient shkon tek psikiatri, i cili i këshillon një terapi me ilaçe kur është e nevojshme dhe më pas psikoterapinë e vazhdon një psikolog i autorizuar. Dakord? Dhe kjo përkufizohet si terapi multimodale. Themi ne. Çfarë do thotë terapi multimodale? Pra është kombinimi i marrjes së ilaçeve me psikoterapi nga një psikolog. Do t'ju them edhe diçka tjetër, dhe do ta keni parasysh. Raporti pacient-psikolog duhet jetë
shumë i afërt emocionalisht. Pra në një farë sensi, sepse ka disa pacientë që thonë shkova te psikologu, po nuk u ndjeva mirë dhe nuk vazhdova më sepse më duk pa sens. Është e vërtet, jo me të gjithë psikologët kemi një marrëdhënie të mirë ose një feeling. Pra, e kuptoni kur ju shikoni një person dhe flisni për ndjenjat tuaja më të thella dhe vini re që ky person nuk t'jep atë feedbackun e dëshiruar, atëherë do të thotë që diçka mungon dhe në këtë rast nuk është e gabuar që të ndroni psikolog derisa të gjeni dikë që është i përshtatshëm për ju, por kjo nuk do të thotë që me psikologun e parë që ju nuk ndjeni mirë, cak nuk duhet të bëjnë më psikoterapi. Nuk bëhet kështu, është gabim. Është mëse normale që ndonjëherë të rastisi që ti me X psikolog nuk ke një lloj feeling. Pse? Sepse kjo marrëdhënie, besimi terapeutik është jashtëzakonisht i rëndësishëm për suksesin e terapisë. Përndryshe nuk ka sukses terapia. Nuk është shkosh tek psikologu si detyrë shtëpie sepse duhet të shkoj unë tani. Jo, nuk është kështu, duhet të shkosh me kënaqësi, sepse ti po bashkëbisedon me një person, mbi shqetësimet e tua, ndoshta edhe muhabetet më intime që ti nuk ja ke ndar askujt në këtë botë, po e ndan me psikologun. Dhe kjo marrëdhënie duhet të jetë solide, duhet të jetë fortë, duhet të jetë dhe intensive ku ti arrin të ndash gjithçka që të mundon. Ama raporti psikolog-pacient nuk duhet të jetë asnjëherë shoqëror. Në momentin që ti e bën psikologun ose psikologun shoqe, mbaroi synimi terapeutik. Madje kisha një paciente dhe më tha, doktoresh, kam shkuar tek një psikologe, më tha emrin i thash, po që s'kan ndihmuar, i thash, sepse ajo është shumë e mirë, dhe unë e njoh personalisht, më tha, sepse u bëm shoqe, filluam të flisnim për Xstation, buskuqe, parukeri, tha. Edhe që aty mbaroi filmi, mbaroi synimi terapeutik. Dhe është e vërtet, sado e mirë të jetë psikologja, në momentin që thyet ky raport profesional, atëherë nuk shkon më ky muhabet. Okej, vazhdojmë më tej, sepse kanë shkuar 8 minuta dhe s'kemi hyrë në thelb të çështjes. Ku jemi tani? Atëherë, psikoterapia është natyrisht një hapësirë e sigurt dhe ju nuk duhet ndiheni absolutisht të gjykuar, sepse ka disa që mendojnë, do shkoj te psikologu, kam aq shumë gjëra për të thënë, por që nuk i të tregoj dot, i kam sekret, ose më vjen turp t'i tregoj, janë të sikletshme. Jo, por shkon tek psikologu dhe thuash çfarë të lloj gjëje që ti ke ndjerë, që ti ke bërë, që ka ndodhur në jetën tënde, pa pikë sikleti. Pse? Sepse ekziston sekreti profesional. Natyrisht psikologu nuk mund t'ja tregojë askujt tjetër atë që ti ke treguar, sepse ne e dim shumë mirë, ne si mjek psikiatër, e dim shumë mirë që nuk mund të ndajmë informacione të një pacienti, madje as mes kolegësh nuk lejohet. E dini këtë? Në qoftë se mua një koleg më kërkon informacion mbi një pacient, unë kam të drejtë i them kolegut, okay, më dërgoj një dokument ku pacienti pranon që unë të nis ty dokumentat mbi pacientin, ose më sill një dokument ku pacienti pranon që unë mund t'jap këto informacione mbi pacientin. E dini këtë apo jo? Sekreti profesional është ligj dhe hynor për të gjithë terapistët dhe duhet ta respektojnë deri në detaj, po ashtu dhe psikologët. Atëherë, ndihmon në zbulimin e modeleve të mendimit negativ. Dhe këtu të dalim pak më parë. Jep teknika praktike, pra është një trajtim aktiv për mendjen dhe emocionet. Shikoni pak tani, do i shikojmë një nga një. Kalojmë pak tek çfarë është ankthi, me siguri ju që e keni vuajtur e dini më mirë se këto slajde. Ankthi është një reagim i zakonshëm i trupit. Pse i zakonshëm? Sepse në fundit ankth kemi të gjithë, por çështja është që ndahet ankthi fiziologjik, pra ajo frikë që ne na mbron nga rreziqet, dhe ankthi patologjik, i cili shfaqet pa një arsye të dukshme. Pra një reagim i zakonshëm i trupit dhe i mendjes përballë stresit ose rrezikut të perceptuar.
por kur bëhet i tepër dhe i vazhdueshëm, ai shndërrohet në problem. Dakord? Do shikojmë pak sepse ndahen, kemi simptoma fizike dhe simptoma psikologjike që shfaqen tek një person. Kush janë simptomat fizike? Ndoshta ju i dini shumë mirë, tension dhe shtrëngim muskujsh, për shembull muskujt e kraharorit, që shumë personave i duket sikur po i bie infarkt sepse ndjejnë dhimbje të përgjithshme të generalizuar në kraharor, rrahjet e forta të zemrës, takikardi, djersitje ose duar të ftohta, pagjumësi, lodhje e vazhdueshme, vështirësi në frymarrje, ose i duket sikur i ka ngelur diçka në fyt, një trupi huaj në fyt, thonë sikur kam diçka këtu në fyt, thonë disa persona. Dhimbje barku, trazir, shqetësime gastrointestinale, ka persona që kanë djegje në stomak, bëjnë 1000 analiza sepse mendojnë sikur kanë diçka në stomak, etj. etj. Natyrisht tek këtë dua ta them, për ju që keni simptoma fizike dhe ankthi shfaqet për herë të parë, jam e sigurt që shkoni të bëni 1000 analiza, por po ua them, nëse shfaqni simptoma fizike, është shumë e rëndësishme që ju të shkoni tek një mjek kardiolog, të bëni analiza të përkatëse një herë, nëse kardiologu thotë nuk ke asgjë, nuk ka më nevojë të përsëriten. Por çështja është që personat që kanë ankth nuk shkojnë një herë te kardiologu, shkojnë 2 herë, 3 herë. Madje edhe kur një kardiolog i thotë shiko se nuk e gjë, ndoshta e ke ankth, ai nuk e beson, shkon tek tjetri. Mbase nuk më ka thënë të vërtetën ky. Shkoj një herë ta vërtetoj tek mjeku tjetër, etj. etj. Hyni në një rreth vicioz analizash, saqë ta themi troç, pacientët që vuajnë me ankth janë klientët më të mirë të klinikave private. Apo jo. Madje disa që po shikojnë këtë video ma konfirmojnë me siguri këtë gjë. Këto janë simptomat fizike, por simptomat janë pafund, janë të ndryshme, disa kanë pirje duarsh, këmbësh, disa kanë dhimbje koke, disa kanë pirje qafe. Lloj simptomash të çuditshme shfaq ankthi, të cilat nuk lidhen me njëra tjetrën. Ka pacientë që shfaqin, ku diun, pirje mbas qafe dhe dhimbje stomaku në të njëjtën kohë. Që qafa me stomaku nuk kurse kanë lidhje me njëra tjetrën, por që shfaqet në një formë aq të çuditshme, saqë personat nuk i japin dot sqarim si ka mundësi që un kam këto dy simptoma, të cilat nuk lidhen me njëra tjetrën. Atëherë kam un dy sëmundje të ndryshme apo është ankthi që më shkakton gjitha këto gjëra? Okej, kalojmë tek simptomat psikologjike. Kush janë? Mendimet e tepërta, negative, po sikur të ndodh diçka e keqe, frika irracionale ose ndjesia e një rreziku pa arsye reale. Çfarë thot frikë irracionale? Jo e logjikshme. Pra ti ke frikë nga diçka që nuk i përket fare realitetit tënd. Është totalisht e palogjikshme. Mendime negative që ti nuk arrin ti ndalesh dot. Vështirësi për të marrë vendime nga frika e gabimit. Madje ka persona. Për të bërë këtë video në ankthit, unë doja të bëja vetëm 20 minuta, po e di që të shkoj tek 40-50 minuta, sepse kam shumë për të thënë. Po ka persona që kanë frikë të qëndrojnë në një ambient social, ndoshta në lokal, ndoshta të shkojnë në festa familjare ose të dalin me shoqërinë e tyre, sepse kanë frikë sikur ndoshta po sikur të bërtasun pa vedije, po sikur të bëjnë një veprim të pakontrolluar. Po sikur të qeshin të tjerët me mua, se si janë veshur, se si rri, se si heci, se si qëndroj. I duket këtyre personave sikur çdo person ka vëmendjen tek ky. Ndërkohë që njerëzit janë aq të zënë me jetën e tyre sa nuk e ka askush mendjen tek ty. Ky është një mendim racional. Mendimi racional është ky, që nëse unë shkoj në një ambient ku ka persona, askush nuk do e ketë mendjen se si janë veshur unë. Tani, nëse ti shkon si karnevale me flokët e verdha të ngritura për pjete, domethënë me ngjyra e tjera, normal që do të shikojnë, po një person normal i veshur me një look krejt normal, nuk kam pse ta shikojnë të tjerët. Por kjo është çudia e ankthit, sepse ti fillon e mendon, po sikur të më gjykojnë mua të tjerët. Etj. Dhe ke frikë të bësh veprime, ke frikë të bësh gabime. Pa i bërë ato. Jo mbasi i bën, po pa i bërë ato, më besoni. Je i irrituar, natyrisht mungesa përqendrimit është pjesë e ankthit.
Por ajo që shqetëson kryesisht këta persona janë mendimet katastrofale, negative. Shikoni se kam përgatitur një slajd interesant. Tani do kalojmë pak tek pse ankthi nuk kalon pa psikoterapi. Atëherë, sepse ankthi nuk është vetëm një gjendje emocionale. Ai është një mekanizëm i ndërlidhur mes mendimeve, emocioneve dhe sjelljes. Çfarë do të thotë kjo? Shikoni pak. Atëherë, ti mendon diçka, ta zëm sikur ty të vjen një mendim katastrofal. Okej? Ta zëm sikur ti po të dhëm ndoshta shpatulla e majt, fillon dhe mendon, ndoshta është shenjë infarkti. Fillon mendon, ky mendim përkthehet në emocion, në frikë. Çfarë ndodh? Ankth, panik, ndoshta do vdes, ndoshta po mbie infarkt, jam vetëm, s'kam askënd, kush do më shpëtoj sikur të ndodhi diçka? E kalove mendimin në emocion. Kush është veprimi? Të shkosh në spital. E kuptoni se sa kompleks është ankthi. Ankthi nuk është thjesht frikë. Është një zinxhir mes të menduarit, të ndjerit dhe të vepruarit, i cili nuk ka fund. Ti mendon diçka negative, e cila kthehet në emocion. Nga emocion kthehet në veprim. Ti sillesh si çdo mendimi. Dhe kështu vazhdon rrethi vicioz, nuk mbaron kurrë. Kemi shembull konkret këtu. Bëjmë shembullin konkret. E kam thjeshtuar në mënyrë që ta kuptoni të gjithë. Atëherë, shembulli numër 1, paniku nga simptomat trupore, mendimi. Ka njerëz janë të fiksuar me zemrën, a? Mbajnë dorën në krahëror, ja po më rre zemra, ndoshta po më rre shumë. Ndoshta do vdes. Po më rre zemra fort, ndoshta do mbjerë infarkt. Ti fillon ke frikë, panik, shko në spital urgjent. Shmang çdo aktivitet fizik, se më la zemra. Ndërsa, si mendon një person që bën psikoterapi? Krijon një mendim të ri. Tani, unë do e sqaroj se si është mendimi i ri, por natyrisht që ty ky video nuk do të ndihmoj që të arrish këtë stad nga këtu të kalosh këtu. Nuk kalon dot ti vetëm duke parë këtë video. Të ndryshosh stad nga pa psikoterapi. Me psikoterapi është një punë e gjatë për të bërë. Është si të bësh restart trurit, restart formës së mendimit. Okej, një person që bën psikoterapi, shikoni se si e kthen mendimin. Okej, thot. Këto janë vetëm simptomat e ankthit. Nuk ka rrezik për jetën, paniku do kaloj. Ky është mendim racional, logjik. Atë logjik që personat që vuajnë me ankth e humbin. Ekziston një balancë emocion, logjik. Çfarë ndodh? Që emocionet peshojnë më shumë, sepse emocioni kthehet dhe në veprim dhe në mendim. Ndërsa mendimi logjik, racional, s'ka fare rol ose luan rol pakës fare në jetën e këtyre personave, sepse nuk arrin ta logjikojnë që hey, prit një herë. Unë isha te kardiologu, më tha që s'kishe gjë. Ndoshta është simptom ankthi kjo? Atëherë po ja lëm ankthit, po qetësohem. Një atak paniku nuk zgjat për gjithmonë. Është shumë e rëndësishme që me anë të psikoterapisë ju të arrini balancën logjik emocion. Ky është sekreti. Tani, ky mendim i ri që krijohet kthehet në emocion. Ulja e frikës, qetësi, vepron, qëndron në vend, s'ke pse lëvizti, praktikon frymarrjen e thellë, ushtrimet që mëson në psikoterapi, mëson se si ta lësh trupin të qetësohet, pa ikur dhe pa vrapuar në për urgjenca. Ka disa pacientë më thoshin doktoresh, më vjen turp të ikin në urgjencë, ngela atje, më shikojnë shtremët. Dhe pacienti vet ndihet në siklet. Okej, do kalojmë pak këtu, sepse nuk e mbaruam. Pse pa psikoterapi ankthi nuk kalon? Një, sepse ekziston kjo ndërlidhje mekanizmash, e cila do
ndryshuar, pra duhet krijuar një mendim i ri, por jo vetëm duhet krijuar mendim i ri, por nga mendimi tek emocioni duhet një stop i madh, sepse të jemi të sinqertë, gjithë kemi mendime negative, edhe mua më ndodh ndonjëherë të kem mendime negative, por ky mendim nuk më kalon në emocion. Dhe unë mendoj ndonjëherë para një udhëtimi të gjatë, shpresoj të na shkojë mirë, po sikur të ndodhi gjë. Por unë nuk e lejoj që ky mendim të kthehet në frikë. Absolutisht. Pse? Sepse kam në mes mendimin kritik. Mes mendimit, emocionit, këtu në mes, qëndron mendimi kritik ku ti thua, kjo është një frikë normale para një udhëtimi të gjatë. Kushdo do e kishte. Stop, mbaroj aty shqetësimi. Nuk kam unë pse këtë mendim ta kthej në emocion as në veprim. Kush do ishte veprimi në këtë rast? Nëse unë do kisha një atak paniku ose një gjendje ankthi nga mendimi i frikës për të nisur, ndoshta nuk do nisesha fare. Jo. Unë nisem. Unë ose persona që nuk kanë ankth. Flas për mua në kuptimin që të kuptoni konceptin. Kjo është ideja. Atëherë, tjetër, fillon me një mendim negativ ose katastrofik, po sikur të ndodhi diçka e keqe. Ky mendim shkakton emocione të forta frike. Trupi reagon me simptoma fizike, rrahje zemre, djersitil, tension muskular. Pastaj vjen sjellja shmangëse, ti fillon e shmang. Bëra shembullin konkret. Bëjmë një shembull tjetër. Kam për të ikur me pushime mbas një muaji, kam për të marrë avionin, ky mendim më torturon. Që nga momenti që bëj biletën. Më pas, ky mendim që do marr avionin, kthehet në emocion, në ankth, në frikë. Trupi shfaq simptoma ankthi, dhe sjellja kush është? Sa njerëz dhe pacientë njoh unë që nuk kanë hipur më në avion, janë kthyer nga udhëtimi, pafund. Bileta $1.000, nuk e di, nga Amerika, e kanë kthyer vetëm për mos të vuajtur këto emocione ankthi, nga frika. Dhe çfarë bën ti? Nëse ti i bindesh ankthit, ti përforcon mendimin. I jep të drejtë mendimit, i jep të drejtë ankthit. Kjo është. Vazhdojmë më tej, sepse dhe fytyra ime këtu u zmadhua. Vazhdojmë pak te ankthi social. Shikoni pak. Mendimi. Do dukem qesharak në sytë të tjerëve. Çfarë në t'jen ti si emocion? Turp, pasiguri. Veprimi? Shmang të folur në publik, refuzon festa sociale. Por kush është shembulli pozitiv që ti duhet mendosh? Mendimi i ri. Njerëzit nuk janë këtu për të më gjykuar mua, është normale të kem emocione kur flas para të tjerëve, nëse do bëni një prezantim. Po ka njerëz që jo vetëm që s'kan për të bërë prezantim, po thjesht të jenë prezent e kanë problem. Emocioni është pasiguri, vetbesimi ulët. Ai që ndodh tek rasti patologjik. Në këtë rast, ku ti ke bërë psikoterapi, fillon të jenë një siguri. Ke vetbesim. Qetësohesh. Veprimi, merr fjalën në mbledhje, pranon ftesa shoqërore dhe gradualisht krijon kontakt me njerëzit, pra fillon të jesh social. Ky është synimi. Ka njerëz që kanë perfeksionizmin problem. Nëse nuk e bëj perfekt, nuk e bëj fare. Ndjejnë tension, presion, zvarrisin punët, ose i lëm për gjysmë. Dhe ky është një lloj forme ankthi. Shembulli pozitiv, nuk kam pse të bëj gjithçka perfekte. Dhe gabimet janë njerëzore, janë pjesë të mësuarit. Ndihesh më i lehtësuar emocionalisht. Fillon detyrën në kohë, e përfundon pa u bllokuar, pa ndier presion, krenar për përpjekjen që bëre, jo vetëm për rezultatin. Agorafobia, po dola jashtë, do më ndodh diçka e keqe dhe askush nuk mund të më ndihmojë. Sa pacient ka që nuk dalin nga shtëpia, nga pasiguria, se ndoshta mund t'i bjerit fikët, se ndoshta mund të ndodhi një atak paniku dhe askush nuk mund t'i ndihmojë, askush nuk mund t'i shoqërojë në spital. Kanë frikë ekstreme, ankth i lartë, pasiguri, shmangin, dalin nga shtëpia, anullojnë takimet, kufizojnë veten në ambiente të sigurta, rrin vetëm në shtëpi. Kemi patur pacient kryesisht në
premium, sepse edhe ne tashmë ndjekim pacientën në psikoterapi të vazhdueshme në programin tonë psikiatri pikal me psikolog. Kemi patur një paciente, besoni apo nuk e besoni, kishte vite jashtë shtetit dhe nuk dilte nga shtëpia saqë as dokumentat nuk i kishte bërë. Pse? Sepse nuk shkonte dot deri tek zyra e dokumentacionit. 2 vite. Gradualisht ky person nuk dilte jo vetëm nga shtëpia, po nga dhoma, gradualisht filloi të dilte, por me hapa të ngadalta, të dilte nga dhoma, të dilte nga shtëpia, të bënte pak pasardh, filloi të shoqëronte fëmijët në kopësht, në çerdhe, filloi të shkonte në punë, filloi të jepte makinës, gradualisht ka qenë fenomenale dhe tashmë punon. Ka epizode të rralla ankthi, por që thotë, domethënë ka krijuar një lloj force, një lloj rezistence mendore, që në momentin që e ka ankthi, sa starton, cak, ndeza të dritën e logjikës dhe thotë, okay, ky është ankthi që po vjen, unë nuk do i bindem më. Është fantastike ndryshimi që bëjnë njerëzit nga bllokim total në rikthim të jetës normale. Por çfarë mrekullie ishte për gruan dhe për 2 fëmijët e vegjël që ishte. As ata nuk e besonin që ky filloi të dilte në park me fëmijët, të bënte pazar. E kuptoni, pra ne flasim këtu për gjëra që ndoshta mund të jenë normale për dikë. Për mua është normale ti bëj pazar. Por për disa persona është arritje. Dhe këtë dëm të madh, këtë kufizim të funksionalitetit tënd si njeri, e bën ankthi, që është një mashtrues i madh. Por ideja është se si ne të krijojmë atë barrierën, atë filtrin, dhe të themi prit një herë, hey, nuk dua të bindem. Sepse sa më shumë nuk i bindemi, aq më të pavarur bëhemi. Apo s'është kështu? Është një sfidë e madhe. Shko, ankthi është një çrregullim emocional i cili është shumë i përhapur fatkeqësisht. Dhe persona që ecin me atë mendjen se do e kaloj vet, se do preset ca kohë, se do marr edhe një ilaç që shikoj më shumë, nuk është se i bën nder vetes. Sepse humb ditë, javë, muaj, vite të jetës tënde, të cilat unë t'i kishe shquar ndryshe. Ankthi është një dënim i madh, e din ata që e vuajnë edhe e kanë ndjerë. Këtu kemi dhe shembullin e ankthit nga avioni mund të rrëzohet, do vdes, thotë ai. Frikë ekstreme, panik, humbje kontrolli, shmangull udhëtimet me avion, anullon pushime, takime pune, sa shumë kam parë të tillë. Por më kujtohet një rast tani, një pacient që po prapë kemi trajtuar ne, që do ikte në Itali, nuk iku me avion, por do ikte me traget. Më mori në telefon në momentin që bëri biletën, tha doktoresh, bëra biletën, tani më ka kapur ankthi. Pa bërë biletën isha pak më mirë. Sa bëjnë biletën bëjnë shumë keq, sepse e din që do ikin, s'ka kthim mbrapsh. Ne i se vazhdua me psikoterapin, qetësoj her pas here, u ofrua dita e udhëtimit, 4 ditë para merr në telefon, më thotë, të lutem jep një ilaç sepse nuk mund ta përballoj këto 3 ditët e fundit para udhëtimit. Një frikë absurde, sepse ai ishte në shtëpi, nuk ishte në udhëtim. I thash unë, dëgjoj, nëse ti merr ilaç dhe arrin ta bësh këtë udhëtim, vetëm fal ilaçit, nuk do jesh krenar për veten. Kështu duro, rezisto, përgjigju ankthit duke e kundërshtuar, shko bëje udhëtimin dhe do jesh krenar për veten tënde, sepse nëse ti merr ilaçin do thuash e bëra sepse mora ilaçin. Nuk do e japësh vetes meritën e kalimit të kësaj sfide. Nëse si mori ilaçet, shkoi atje ku shkoi, u kthye mbas 2 javësh, ndërkohë që unë i shkruajta një mesazh, ndërkohë që ishte me pushime, i thash, mbijetove? Tha, mbijetova doktoresh edhe jam shumë mirë, tha. Sa mirë bëra që si mora ato ilaçet, sepse do mendoja sikur gjithçka do ishte fal tyre. Ndërsa tani jam i bindur që është fal meje. U kthye prapë në Shqipëri, dhe sa herë që bën një udhëtim, shkuan doktoresh që në Sarandë, i ka vet, i dash makinës vet. Gjithsesi, nuk është bezdi për ne, është kënaqësi sepse në fundit ky është dhe rezultati i punës që ne bëjmë. Është fantastike. Atëherë,
Rëndësia e psikoterapisë është pikërisht ajo që thash pak më parë, ndryshimi i mendimeve, por dhe reagimeve. Si për shembull, në vend të një mendimi katastrofik, po më ndodh diçka e keqe, ti fillon mëson që ky mendim nuk është real, kjo është një frikë, jo rrezik real. Është një mendim si rezultat i ankthit, nuk është realitet. Dhe reagimi yt kundrejt ankthit bëhet më i lehtë dhe më i menaxhueshëm. Ti mëson teknikat e frymarrjes, ekspozimi gradual, ndryshimi i dialogut të brendshëm, është shumë e rëndësishme se si ne flasim me veten. Psikoterapia pra nuk është vetëm një bisedë. Është një proces aktiv i udhëhequr nga një profesionist ku ti bën ushtrime, reflektime, hapa konkrete. Punon dhe me ato traumat e tua, të cilat mund të jenë fryti i ankthit që ke tani. Është trajnimi i mendjes. Pra, siç e bëjmë restart kompjuterin kur bllokohet, në të njëjtën mënyrë psikoterapia i bën restart formës së mendimit që ti ke. Ndërkohë që unë mora pak kohë për të larguar kamerën, se më kishte ardhur unë në fytyrë, atëherë ta zgjodhem pak. Shikoni pak. Psikoterapia në mënyrë absolute nuk zvendçon ilaçet, dhe kjo është e qartë. Në fillim të këtij video fola pak për terapinë multimodale. Psikoterapia shpesh e plotëson terapinë me ilaçe. Dhe ilaçet plotësojnë psikoterapinë. Një psikolog që ka intuit dhe që është profesionist, mbasi ka bërë disa seanse me një pacient dhe shikon që nuk ka sukses, atëherë është momenti që ti thot, shiko, mos ndoshta ke nevojë edhe për një terapi me ilaçe. Ky nuk është ofendim. Kjo gjë e bën psikologun profesionist, sepse është i vetëdijshëm që pacienti ka nevojë për diçka ekstra. Psikologu nuk përshkruan ilaçe, psikologu thotë shko tek psikiatri. Okej? Dhe nga sjelltas, një psikiatër që shikon dhe vë re që terapia me ilaçe nuk është e mjaftueshme tek ai pacient, atëherë duhet i thotë patjetër që të gjejë një psikolog, që të bëjë psikoterapi ose ta bëj vetë nëse ka kohë të mjaftueshme. Por tashmë ka aq shumë pak psikiatër sa që ka aq shumë pak. Është pra keq, ka pak psikiatër sa që nuk kanë kohë që të ndjekin një pacient me terapi javore, siç është psikoterapia. Ilaçet, duhet ta kuptoni këtë gjë, ndihmojnë në uljen e simptomave fizike, siç është pagjumësia, paniku, tensioni i lartë, siç janë dhimbjet fizike, dhimbja kraharorit, marrja mendsh, etj. Për këto janë ilaçet. Por nuk ekziston një ilaç që të stopojë mendimet e tua negative. Pse? Sepse është një formë mendimi e cila duhet ndryshohet. Jemi të sinqertë. Ç'është ai ilaç që ku dëgjon, të kalova unë një ditë të keqe, po mendoj negativisht sot, të pi një kokër që të më kaloj ky mendimi. Nuk ekziston pra, nuk ekziston. Nuk ndihmojnë ilaçet kundra mendimeve negative. Ilaçet japin një qetësim afat shkurtër. Por ka ilaçe të cilat mund edhe të shkaktojnë varësi, siç janë benzodiazepinat, dhe psikiatri di shumë mirë për këtë arsye jep nga 2 deri në 4 javë maksimumi, jo më shumë. Ndërsa psikoterapia të ndihmon në ndërtimin e një ndryshimi të qëndrueshëm. Dhe kombinimi i të dyjave, siç thash pak më parë, përkufizohet si terapi multimodale, bëjnë forcën dhe ka efekt më të lartë. Dhe këtë gjë na e kanë treguar edhe studimet. Kam publikuar një studim nga JAMA Psikiatri, falni. Në 2022 morën, në fakt ishin tek 278 pacientë, duket i ndanë në 2 grupe dhe i trajtuan për 8 javë. Gjysma e këtij grupi bëri mindfulness terapi, pjesa tjetër mori escitalopram, që është një antidepresiv. Mbas 8 javësh, çfarë vun re? Pra, kishim një grup që bëri mindfulness, një formë psikoterapie, dhe një grup që mori escitalopram. Të dyja grupet patën
përmirësime të ngjashme të simptomeve të ankthit. Pra, psikoterapia nuk ishte inferiore nga fuqia e ilaçit. Natyrisht që llogarisni një pacient i cili ka ankth prej vitesh, të trajtohet me ilaçe dhe psikoterapi të dyja bashk, është forca. Është forca. Terapia më efektive mundshme. Tani, psikoterapia natyrisht këshillohet, dhe ua them kështu përcëmërsisht, të bëhet në gjuhën anëtare nën. Ua them unë që më është dashur ta bëj në gjuhën gjermane, sepse jetoj këtu dhe shpeshherë kemi të detyrueshme nga spitali. Por që po prap, pavarësisht se janë seanca të paguara dhe merren përsipër nga spitali si të detyrueshme, unë nuk e ndjej atë gjuhën gjermane siç është gjuha shqiptare. Dihet ajo. Pra, pse ndodh kjo? Sepse emocionet tona janë të lidhura dhe me fëmijërinë tonë. Lidhen me gjuhën e parë, me gjuhën anëtare, fjalët mbartin ngarkesën në thellë emocionale që nga fëmijëria jon, kuptimi plot, nuancat, shprehjet, metaforat, kultura pastaj që na lidh me njëri tjetrin. Kujtimet, traumat. Sa raste kam pacientë që janë rritur në Itali, dhe thonë doktoresh kam shkuar në psikolog italian, por nuk e kupton dot se si ndihem unë. Nuk i kupton dot ato dinamikat familjare, kulturore. Psikoterapia, e cila bëhet në gjuhën nën, është natyrisht më efektive. Nuk ka diskutim fare, e keni të kotë. Dhe procesi i shërimit është më i shpejt. Tani do thoni ju sa seanca duhen doktoresh, nuk mjafton një, nuk mjafton as dy. Edhe kjo është ajo që i them shumë pacientëve që vinë tek unë nuk mund të trajtoj traumat e tua për 20 vitesh në 2 seanca, nuk mund t'i përpunoj. Është e pamundur. Tani ka pacientë tek cilët mjaftojnë 8 deri në 12 seanca. Ka persona të tjerë që vuajnë vetëm ankth, por bashkangjitet u trauma, depresioni, etj. Mund të kenë nevojë për terapi e cila zgjat disa muaj. Ka raste komplekse kronike që mund të zgjasin akoma më shumë. Pra, qëllimi nuk është numri i seancave, por ndryshimi i qëndrueshëm në mënyrën se si personi mendon, se si ndjen, se si sillet. E tham pak më parë, çfarë do ndryshojmë? Mendimin, emocionin dhe sjelljen. Këto të treja. Psikoterapia është një udhëtim, o njerëz, është një shprehje që ka thënë Sokrati, një jetë e pa analizuar është një jetë e pa jetuar. Për disa mbetet një rrugë e shkurtër, për disa është një rrugë e gjatë. Por aman, kjo është rruga e cila të ndihmon ty të ndryshosh formën e të menduarit. Dhe prandaj disa persona që thonë, po pse duhet ikë te psikologu në disa seanca, s'mund ta bëj menjëherë? Nuk bëhet, është e pamundur, duhet jemi realist. Psikoterapi nuk kam shpikur unë, nuk e ka shpikur as psikologu që ti shkon, por është një koncept i ndërtuar nga dikush tjetër, i cili e ka parë të nevojshme që seancat duhen aq sa që individi ka nevojë. Çdo individ reagon ndryshe. Ka njerëz që e bëjnë me vite. Ka njerëz që e bëjnë gjithë jetën. Ka njerëz që e bëjnë vetëm 3-4 seanca, ka njerëz që bëjnë pavarësisht se unë mendoj që pa 6 seanca nuk ka sukses. Minimumi që duhet bëjë një pacient, mendoj unë nga eksperienca ime, janë 6 minimumi. Do kalojmë pak tek ajo që thash pak më parë, pacientët që ne marrin përsipër. Sepse psikiatri.al ka krijuar paketën premium, që do të thotë është totalisht në gjuhën shqipe, në mbështetje edhe të shqiptarëve që jetojnë jashtë shtetit, por dhe të shqiptarëve që jetojnë në Shqipëri, pasi është online. Marrim rastin e një pacienti që ka agorafobi, ka vështirësi të dalë nga shtëpia, etj. Komplekset e veta, preferon ta bëj online derisa të ekspozohet avash. Është online i gjithë
ky shërbim. Pra, çfarë ndodh në psikiatri pikale? Ti ke seanca individuale me psikolog. Psikologët i kemi të mirë, i kemi shumë të mirë, më besoni. Terapi e personalizuar dhe është tek për tek me ty. Por aman, nuk janë vetëm seancat, keni dhe chatin për ditë me psikologun. Pra, psikologu që merr përsipër rastin tënd, nuk është se ti duhet të presësh javën tjetër për të folur me të. Jo, ke chatin ku ti çdo ditë mund t'i shkruash psikologut për një shqetësim, për një pyetje, për t'i qarë një hall. Nuk ke nevojë të shkosh te komshia ti thua shive se më heci keq muhabeti, mjafton të flasësh me psikologun. Bëjini këto gjërat me specialist dhe mos filloni pastaj të mendoni, jo po më shau komshia, më gjykoj mami, më gjykoj babi, jo po i thashë se më kuptoj, se më mirë kuptoj. Mos prisni ti mirë kuptoj njëri. Jo. Filloni flisni me specialist. E keni psikologun aty për ditë në chat, për post faktit që keni seanca. Më tej kujtoni se do ju lëm rahat, jo nuk do ju lëm rahat, sepse jeni dhe pjesë e programit mujor intensiv. Programi i ndërtuar nga unë, psikiatri.al, ku keni video kurse me teknika, pra nuk do mësoni vetëm ato që do ju thot psikologu në seancë, por dhe ato që kam regjistruar unë që janë nuk e di sa orë janë, do merrni kohë, mjafton që në 3 muaj ju të merrni 15 minuta për veten tuaj në ditë, ja dilni t'i shikoni të gjitha. Dhe do bëheni më mjeshtra se unë, më besoni, dhe do filloni do qeshni me anktin tuaj, mbasi të shikoni të gjitha ato që ne kemi ndërtuar për t'ju shpjeguar ju që hej, ankti po të mashtron dhe për të riprogramuar ti atë formën e të menduarit. Nuk mbaron me kaq. Keni dhe terapi live që kemi, terapi live në grup, por dhe seminare. Marrim një temë, për shembull, kemi prindër anksioz, fillojmë të flasim se si duhet sillemi ne si prindër anksioz që mos t'ja kalojmë fëmijëve këtë ankth, ose flasim çfarë duhet të bëjmë konkretisht kundra mendimeve negative, bëjmë ushtrime, vetë analizë, nuk e di, bëjmë teste her pas here sa i ndjeshëm je, pse reagon kështu, etj, çfarë nuk ndodh në terapitë live me ne. Në këtë paketë ti je 3 muaj i ndjekur vazhdimisht nga psikolog. Dhe jo vetëm të gjitha këto që thash. Por na keni në WhatsApp, kudo, dhe në Instagram është publikuar numri aty lart, mund të na shkruani sepse kemi një staf i cili qëndron aty. Dakor? Kjo është paketa premium që fola unë tani, ku seancat janë të vazhdueshme, ndërkohë që ekziston dhe paketa basic, ajo që është më pak e kushtueshme, pavarësisht se, shiko, për shërbimin që një person merr në paketën premium, në gjithë ky përkushtim për 3 muaj, më besoni që nuk kushton shumë. Ndërsa në paketën basic, po prap aty keni chatin me psikologën që kemi fantastike, Brunildën, psikologen ton, me shumë eksperiencë, ka punuar vite të tëra, ka trajtuar fëmijë, pacient me ankth, etj. Dhe në paketën basic keni dhe një seancë me psikologun në muaj. Provojeni. Hyni dhe më besoni, mbas 3 muajsh do flasim bashkë, sepse mbas 3 muajsh keni seancën me mua. Mbasi mbaroni me këto, unë bëj vlerësimin se si ka hecur rruga, dhe do kontrolloj normalisht. Jo, më besoni që keni vazhdimisht vëmendjen e plot të gjithë stafit. Na kontaktoni në WhatsApp. Nuk doni të bëheni pjesë, hajde qajeni hallin ton, pa pikë problemi, pa prapë në WhatsApp. Është gjithçka në dëshirën tuaj. Është një program i ndërtuar online për të qenë aty tek ju, psikologu në xhep. Madje unë desha ta përkufizoja si psikologu në xhep, sepse është gjithmonë aty nëpër telefon, por e lam si premium. Si dihet, ndoshta e ndryshoj. Shikoni tani, nëse ke arritur deri në këtë pikë duke parë këtë video, na shkruaj pyetjet e tua këtu poshtë dhe do i përgjigjemi, ose mund të na shkruash se kush është tema
e ardhshme që ti do dëshiroje që ne ta bënim video. Ju përshëndes!